Aktualisht numri i banorëve që jetojnë në institucionin tonë është 54, 32 janë femra dhe 22 janë meshkuj. Në vazhdimsi është punu, do më thonë edhe kur kemi qenë në kuadër të Ministrisë Mëshirën Sociale, pastaj kur është bërë bashkëdyzimi i Ministrisë Mëshirën Sociale dhe Ministrisë Financave, në vazhdimsi është punu dhe punohet në ngritjen e kushteve dhe cilësisë standardeve për banorët e institucionit tonë. Ne kemi banorë cilët nuk janë gjendje të mirë fizike, kanë probleme shëndetësore, kanë probleme kronike, do më thonë shëndetësore, reumatizmale, kardiovaskulare. Mirë po na mundohemi i trajtu, kemi edhe mjekët me orar të rregullt, pastaj është stafi shëndetësor 24 orë që ju ofrohen shërbimet nga ana e tyre. Vendosja e banorëve në institucionin tonë bëhet nga qendrat për punë sociale, të cilat ndodhen në gjitha komunat e Republikës Kosovës. Mirë po komisioni është komisioni caktuar i cili e bën verifikimin e dokumentacionit se a plotësohen kriteret ose jo. Edhe është edhe një panel rezidencial që direkt e shqyrton lantën dhe bëhet vendosja e banorëve përmes këtyre komisioneve.